Vëllezër musliman, në hutbën e kaluar folëm për ardhen e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, për lindjen e tina dhe si pejgamberi alayhis salam erdh udhëzues për mbar njerëzimin. Edhe largoi e nxori njerëzimin prej errësirës në dritë. Mirë po, këtë këto fjalë nuk janë të mjaftueshme për disa që me vërtetu pejgamberllëkun e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Thot, sikur se disa shkencëtar që kanë shkruajt libra edhe kanë llogarit Muhamedit alayhis salam prej kryesorin prej thojzave njerëzve të meqëm apo filozofëve që kanë arrit me filozofinë e tina me drejtu njerëzit ka besimi i tij. Mi po na sot inshallah do të flasim se nuk ka qenë filozof, as nuk ka qenë dietar apo shkencëtar, po ka qenë pejgamber i Allahut azza wa jall. Ashtu që ka thonë Allahu azza wa jall për ta, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Çdo sen që ka e fol pejgamberi alayhis salam është inspirim për anës të Allahut. Do t'i përmenim argumentet të cilat e vërtetojnë pejgamberllëkun e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kështu që neve si besimtar me na urit imani e ata të cilët kanë dyshime, mi u largu dyshimet, ata të cilët nuk besojnë, inshallah mu udhëzun besim. Çdo pejgamber Allahu azza që e ka dërgu, i ka dhënë edhe mrekulli për mi besu popullata e tina që është pejgamber. Kështu të Musa alayhis salam, pe mrekullisë të tina ka qenë se shkopin që e ka hudh është shëndru në gjarpën edhe i ka hongër gjarpnet e tjerë. Apo dorën kër e ka nxerr pi xhepit të tina është bot dritë e kështu me radhë. Isa alayhis salam i ka shëru të verbrit apo kolerën smundje të ndryshme me lejen Allahut azza wa jall. Pejgamberi alayhis salam mrekullinë e parë deri në ditën e gjykimit që e ka është Kurani famlar, i cili ka zbrit, ka fillu me zbrit Muhamedit alayhis salam para 1400 vjetëve, edhe nuk ka ndryshu asë një shkruajnë e sajna, për dallim për libra të tjerë. E për këta, Allahu subhanahu wa taala i thot mushrikav, kur i thonë pejgamberit sa se kjo është libër që e ke shujt vetë. E përmenëm dersën e kalum se një prej mrekullive që u kom pejgamber Muhamedi alayhis salam është se ka qenë ummi, ka qenë analfabet, nuk ka ditë shkrim edhe lexim, s'ka ditë me shkruajt Kur'anin. Po, kjo është vetëm fjala e Allahut azza wa jall që ju ka zbrit. Thot Allahu azza wa jall në Kur'an, i thot mushrikav, jo besimtarve, e kjo vlen deri në ditën e gjykimit. Let vjen dikush bimithli hadha al-Quran, ne vjen një sikur ky Kur'an. Ne vjen dikush në të shumë sikur ky Kur'an që ka zbrit. E jo shkencëtarisht, po gjuhësisht, pasi që arabt kanë qenë poet të mëdhej, e kanë ditë gjuhën arabe të pastër, so që disa prej poetëve kur e kanë dëgju Kur'anin ka thonë vallahi ma hadha bi shi'r, kjo nuk është poezi. Ja, kjo është fjalë tjetër. Dallojnë poezit, ne dina me dallu poezi, po kjo nuk është poezi. Edhe kanë pranuar Islamin vetëm se kur i kanë dëgju fjalët e Allahut azza wa jall. Ka sure të Kur'anit që komplet surja mbaron me ja. E që gjuhësisht në gjuhën arabe është shumë problem me shujt një vjersh, me mbarim ja edhe me jep kuptim të plot. Ja u letëson Allahu azza wa jall mushrikav, i thot fa'tu bi sure, vesh një sure. Edhe si kul huwa Allahu ahad. Vesh një sure të vogël, më të vogël në sure, thunë edhe jo sikurse që ka ardhur në Kur'an. Nuk kanë mujt. Nuk kanë mujt me sjell. Dojën monun kohën e pejgamberit sallam, kanë qesh edhe poet kanë qesh me ta kanë. Le mos ju afra, mos del me këta para pejgamberit alayhis salam. Me na kesh me thon qëre, s'po de kanë me shkrujt vargje. Kurani është një prej mrekullive që ju ka zbrit pejgamberit alayhis salam, edhe kryesorja. Po na nuk do zgjerohem te argumentet e zbritjes së Kuranit. Do zgjerohemi te mrekullia se pejgamberi alayhis salam ka qenë pejgamber i Allahut. Edhe këto e përmendim me
me ato që ka folë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ka ndodhur. Një prej tyre, kur pejgamberi alayhis salam ka qenë me Ebu Bekrin, Omerin edhe Uthmanin, duke ecë në kodrën e Uhudit. Ihtazza Jabal al-Uhud. Thot pejgamberi alayhis salam është dridh kodra e Uhudit. Çka ka thonë pejgamberi alayhis salam? Qëndra, mos u dridh, për shkak se mbi ty është një pejgamber es-Siddiq i sinqerti Ebu Bekri, edhe 2 shuhedat, edhe 2 shahidat, edhe 2 dëshmorët. Ka thonë, është një pejgamber Muhamedi alayhis salam për veten. Është es-Siddiq, është Ebu Bekri, edhe 2 dëshmorët. Këto pejgamberi alayhis salam e ka thonë se Omeri edhe Uthmani kanë me vdek si dëshmor. Kanë mu vra, nuk ka thonë për Ebu Bekrin. Ebu Bekri ka vdek në shtratin e tina, kurse Omeri edhe Uthmani kanë vdek pasi që i kanë mbyt. Kjo është një prej mrekullive që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka tregu se këta kanë me ra dëshmor dhe kanë ra dëshmor. Tjetra, momentin e vdekjes pejgamberi alayhis salam shkon vajza e vet Fatimia. Edhe e thret pejgamberin alayhis salam kur ka qenë smut, edhe i thot diçka fillon me çajt. Pas një periudhe shumë të shkurt prapë e thret edhe buzëqesh. Edhe vdes pejgamberi alayhis salam. E pyesin Fatimën, thojnë, pse njerë thiri pejgamberi sallallahu alajhi wasallam çajt e pastaj qeshe? Tha të parën herë më tha, unë e kom me taku Allahun azza wajel, kom me vdek. Tha u mërzita. E tha, pastaj më thiri prap, edhe më tha i pari që kom me më taku mu, kime qenë ti. I pari që kom me vdek për familjes pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kom me qenë Fatimia. E thot, sahabët, vallaj nuk ka shku 6 muj, ka vdek qike atina. I para pi familjes, pejgamberi dhe sëram që ka taku pejgamberin. Kjo që ka tregu pejgamberin sëram se kush ka me vdek edhe ka vdek. E këto nuk mundet me ditaj se kush ka me vdek. Përveç se ka qenë inspirim për Allahut azza wa jall. Pastaj, për gëzime të shumta, ku pejgamberi alayhis salam njëherë ka thonë, keni me marë Shamin, keni me marë Jemenin, në atë kohë kur muslimant ka qenë të dopt, ka qenë një numër shumë i vogël. E pastaj ka thonë se tuftah el-Konstantinije, keni me qelë edhe Konstantinijin apo Stambollin e sotëm. E që Muhammed Fatihu e ka qelë ata. Unë e ka marë atë pjesë të Turkisë së sotme, apo Stambollin e sotëm. Këto pejgamberi sallam i ka thonë shumë vjetë para se mu hapë që ato vende apo mi marë muslimant ato vende. Tjetra prej argumenteve, thot pejgamberi alayhis salam, wa takunu al-khilafatu min ba'di 30 sana. Ka me qenë khilafeti i muslimanëve pas vdekjes time 30 vite. Edhe nëse llogaritim khilafetin e Ebu Bekrit, Omerit, Uthmanit, Aliut radhiyallahu anhu, edhe pastaj e plotësojmë me 7 muaj e Hasanit, janë 30 vite që plotësohen 30 vitet që ka thonë pejgamberi alayhis salam. Edhe shumë mrekulli tjera, apo thonje tjera të cilat kanë ndodhur. Po prap nëse i ngën dikon thot, këtu kanë ndodhur na si na kanë atë vakt. Ka mundësi çaj hadith u shkruajt masanej, kur e kanë marrë musliman Stambollin, keni thonë jam se e ka shkruajt pejgamberi son para 1400 vjetëve. E që kjo nuk ndodh as ka mundësi me ndodh. Po hajde pelojnë edhe çtu. Do diçka taz argument që është pejgamberi Allahut azza wa jall. Thot pejgamberi alayhis salam, hadithin që transmeton Abdullah ibn Mas'udi, e që është në Sahihul Muslim. Ka thonë pejgamberi alayhis salam, kur 2 pikat apo 2 qelizat, moshullit edhe femnët bashkohen në mitrën e nanës, edhe i kalojnë 42 net, Allahu azza wa jall e çon një meleq, e çon një melaçe i cili fillon me ia dhon formën me lejen Allahut azza wa jall fëmis, edhe ja nis, ja jep formën e synit, veshit, gjuhës,
gojës, hundës, lëkurës, mishit edhe eshnëv. Ja fillon me ia dhon formën e vet fëmis apo embrionit në barkën e nonës. Edhe kjo është vërtetu shkencëtarisht që momenti kur të arrin 42 ditë, ja nis mu zhvillu fëmia me të madhe dhe me marr formën e fëmis. Për shkak se para sajna është pik uji mish i ngjizun që e ka përmend pejgamberi alayhis salam. Para 42 ditëve. Mas 42 ditëve Allahu Azza wa Jall fillon edhe ja jep formën e fëmis apo formën e njeriu. Kjo është një prej mrekullive që e kanë vërtetuar shkenca pastaj. Tjetra, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam një herë duke qenë ungjur me shokët e vet, me sahabët, i thot: "A nuk e shihni vetëtimën kur bjen? Vetëtimën, shpejtësia e vetimës që shkon edhe kthehet." Thot shpejtësi tarfetu ajn, sikur se mi mshel syt. Shkenca e ka vërtetuar se shpejtësia e vetëtimës është 25 milisekonda apo 0.02 sekonda. Edhe shpejtësia e mbylljes së synit është e njëjtë. E këto e ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, nuk ka ditë që janë milisekondat apo sekondat pejgamberi alayhis salam. Kjo ka qenë inspirim për anës të Allahut Azza wa Jall, që e ka vërtetu shkenca. Pastaj, pe mrekullive tjera që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar, edhe janë vërtetu pastaj. Thot: "Inna min amarati as-sa'a." Ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shenjat të kiametit të shumta. Një prej tyre, çka na e shohim sot për ditë. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, prej shenjave të kiametit është se kanë mushtuar vdekjet të papritura. Nuk është njeri smut, as nuk është spital i shtrim, kur të shë në tabel apo tash në Facebook, të Allahu t'jena dhe ta i kina mu këthy, kur të ke njondi po tuta me qelë Facebookun, dhe unë të parën sa nëzit të qelë veç kur të shë dish njondi. Pejgamberi sa më thot, kanë mushtu vdekjet e papritura. Tu nejt, tu hongër buk, tu ec, s'ka smundje, nuk o plak, djaliri, a o kon smut, jo sen s'ka pas. E këta e kanë vërtetu mjekt, kardiologët e zemrës, cilë thojnë se edhe pse nuk ka smundje të shumë të atë zemrës, janë shumë të vdek njerëz befas, paprit. Kjo është një prej mrekullive të pejgamberit alayhis salam, që vërteton pejgamberllëkun e tij. Pastaj, mrekulli tjetër, çka na sot e shohim edhe këta. Thot pejgamberi alayhis salam: "La taqumu as-sa'a hatta ta'udu al-ardu al-arab murawwaja wa anhara." Nuk ka më bë kiameti deri sa të kthehet toka e arabëve në lumej edhe në gjelbrime. Nuk thot pejgamberi sa deri sa të bëhet, thot deri sa të kthehet. Kjo jep me kuptu se tokat e arabëve kanë qenë të gjelbrume, edhe ka pas lumej. E NASA, me satelitet e vetë, me fotografimet e veta, e ka vërtetu se në tokat arabe, në Gjeziren arabe, në Saudi ka pas gjelbrim edhe ka pas lumej edhe ka pas liqene. Edhe shkrinjet e akullnojav tash ka fillu atje mu gjelbru edhe me bo edhe uj. Edhe ka mu këthy prap edhe në lumej. Kjo të qka na e shojmë para 1445 vjetëve pejgamberi alayhis salam nuk ka mujt me zbëlu shkencëtarisht a ka pas uj, a s'ka pas uj, a ka pas gjelbrim midis shkretina, a s'ka pas gjelbrim. Kjo vërtetën se nuk ka fol për Muhamedjes tina, pa ato që ka fol është konë inspirim për Allahut Azza wa Jall. Tjetri argument e shohim reklamat Dubai. Pejgamberi alayhis salam çka ka thonë? Ka thonë pejshejat të kiametit është se ishe njerëz të cilët kanë qenë kom zbathur. Kanë ecë dothën, as patika s'kan pas, as nallë s'kan pas,
yatatawaluna fil bunyan, kanë mushty në ndërtime kush po bën ndërtesa më të larta. Shikoj në vendet arabe, Dubaja, në Emirate, në Kuwait, në Saudi, ku do që të shkojsh? U kom zbath, nëse e shen YouTube e njëndi, thot i na kon 12 vllaznia, 13 vllazni, me një dhomë kena banu. Tash është multimiliarder. Kom zbath të kon. Me një dhomë, thot, kena banu. Ai po fol për veten e vet, po fol për stërgjyshin, as për katragjyshin, ai vetë që shka jetu. Po foli mrena 40-50 viteve që ka qenë kom zbathër, e ta shtyhet, unë e bëj 50 katë. E ka buki ko ishia 50-a, 70 bënë e temën. Jetë ta valune fil bunjan. Shtyhen, kush po, ndërtën. Të e ka folë pejgamberi sëram, para 1445 vjetëve, nësët jena tu e po ata. Nësët jena duke e përjetu që ato qka e ka folë pejgamberi sëram. Tjetër, që e ka vërtetu prap, nasa është që pejgamberi sëram ka thonë, nuk ka mu bo kiameti deri sa, ka më ardhë kua kur djele ka me lind ka perëndime. Nuk lind mo ka lindja, po ka me lind ka perëndime. E këto e ka vërtetu se rrotullimet e horizontit që ka bonë, djelet e hanës e kështu me radhë, thot jep me kuptu se ka marrë një ditë kur djeli ka me lind ka perëndime, jo ka lindja. E kjo është një prej mrekullive të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që i ka përmend. Edhe mrekulli të shumta, për cilat do të ligjërata e derse mu fillu edhe mi analizu edhe mi folë edhe mi përmend krejt. Për ata të i përmendem me disa të tjera në hutbën e ardhshme inshallah wa aqulu qawli hadha wastaghfirullahi li wa lakum. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ba'd. Kjo është në aspektin çka pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka paralajmëru edhe ka ndodh apo jo duke ndodh apo kanë me ndodh që shkenca e ka vërtetuar që ka me ndodh. Për tjera çka po folim ka aspekti i medicinës. Që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na ka udhëzuar neve si musliman me praktiku. Edhe nëse e këshim praktiku këta, s'di sa smundi ishin largu. Edhe këta me medicinë, vetë në cilin dush mjek. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është te disa dietarë është obligim kush e nin ezanin pa mikrofona, kështu minare, sikur që jemi këtë në herë. E nin ezanin e ka obligim me shku në xhami me fal 5 kote namazit. Nëse e nin ezanin. Para menoni njeri, a ka mundësi mos mu pi zemrës, apo me pas infrakt zemrës nëse 5 herë ndite, po thojna minimumi e ka 500 metra xhamin. 500 metra me shku 500 më këtyn 1 kilometër. Ndite i bën 5 kilometra. Po minimumi. Çka thot mjeku i zemrës mas pari që shkon kardiologë? A ec? Jo, valla në karike. Në karike në punë, në karike në kerë, te shtëpia që është të rrotë, edhe nuk qarkullon. Ç'a bën? Do të më dhoni 20 herë në fitnes. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na ka porosit me shku, ka thonë, ai i cili shkon në xhami, çdo hap që të bën e ka një sevap, hapi tjetër që e bën i shlyhet një gjuna. Kjo është porosia e pejgamberit alayhis salam. Smundit e zemrës edhe smundit e lukthit. Pra kur han buk, shtrash, çka thoi mjek, do të më ec. Për me tret çato çka e ke hongër. Kjo është e para. E dyta, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, Allahu xhelal thot në Kur'an, kulu washrabu wala tusifu, hani e pini e mos e teprani. Hadith thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kur të hani, një tretën e lëni për ushqim, një tretën për pije, e një tretën me marr frymë vëllai. Çka bën njëri mas pari, han buk, vallai, inshallah se mbro kryt se s'kam vën as për pastamall me qit. E mush komplet, as frymë s'mund të marr. Për ata, kjo nëse e praktikojnë as kemi pas problem as me lëkth. Po tjetër e thot pejgamberi alayhis salam, sikur të dija, sikur të kisha ditë se nuk i rëndoj ymetin tem, kisha mi urdhnu që para çdo namazi mi la dhëmt me misfak, apo me brush, apo me kalladan. 5 herë ndite, a kishim pas dhëmë prisht.
S'kishe pas. Të pejgamberi sëram nuk i ka ditë mikrobat, çka e prish dhamin, çka se prish dhamin, çka e prish zemrën, çka se prish zemrën. Kitë këto janë kanë inspirim për anës të Allahut azza wa jall. Për edhe një tjetër të fundit shkencore, thot pejgamberi alayhis salam, nëse tek në njëndi për juve në shqem apo mpije bjen miza, mos e jekni, zhytni ata, pastaj jekni, për shkak se me një krah e ka smundjen, në tjetrin krah e ka shërimin. Ka e ka ditë pejgamberi, mikroskop s'ka pas. E këto hulumtoni se miza me një krah e ka smundjen, të njëjtin krah e ka shërimin. Për ata bjen në shqim apo mpije, zhytni me dorë, me gisht, hjekne pastaj që aty e ka smundjen dhe shërimin. E ka edhe infeksionin edhe antibiotikun. Unë vet i ka miza që ka shkencërisht të vërtetu këta. Këto janë disa prej liçenit, oqeanit të madh të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilën ka paralajmëru edhe ka ndodhur, ka paralajmëru edhe na jena duke i përjetuar ato. E shumë hadithe të tjera të cilat këtë këto që ka i tham, e vërtetojnë se ky ka qenë pejgamberi i Allahut azza wa jall. Na ka udhëzuar neve në rrugën e drejtë. Na ka udhëzuar neve çysh me adhuru Allahun azza wa jall, çysh me ra sejdë Allahut azza wa jall, çysh me shpëtu në dynja edhe çysh me shpëtu pe zjarmit të xhenemit në ahiret. Ky është pejgamberi jon, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, të cilin e dojnë, të cilin e praktikojmë sunetin e tina, e ndjekim sunetin e tina. E lutem Allahun azza wa jall të na bashkojë në xhenetin e tina me ta. Wa aqulu qawli hadha wastaghfirullahi li wa lakum.